Në juni ka filluar një javë e jashtëzakonshme që sjell botën më afër kampusit. International Staff Week ka bashkuar profesor, dekan dhe staf akademik nga vende të ndryshme, duke krijuar një atmosferë unike me ide të reja, kultura të ndryshme dhe energji inspiruese. Gjatë kësaj jave kampusi po shndrohet në një qendër të dijes dhe bashkëpunimit ndërkombëtar, ku po zhvillojnë ligjërata profesionale, trajnime interaktive dhe aktivitete të ndryshme akademike. Çdo takim, diskutim dhe eksperiencë po sjell mundësi të reja për zhvillim personal e profesional për studentët dhe stafin e unit. Maturantët janë të shiu edhe na bashkërisht me kolegët tonë, të që edhe një herë mi se keni orë kampusin e ri dhe po besoj që sukseset e tjera do të nami presin. Apo kanë emocione maturantët për kohën tash universitetit? Gjithmonë është knasime, vërtet privilegj që i madh me i po syrat e buzëqeshme të maturantëve të Kosovës, ashtu kam i brita një rrugë të mirë në universitet. Kjo ngjarje realizohet edhe në kuadër të programit Erasmus i financuar nga Bashkimi Evropian, duke forcuar partneritetet ndërkombëtare dhe duke hapur dyert të reja për shkëmbime akademike, studime dhe eksperienca jashtë vendit. Ndërkohë emocionet vazhdojnë edhe nesër me Study Abroad Fair, ku universitete nga mbi 26 shtete do të prezantojnë programet dhe mundësitë për studime jashtë vendit. Një mundësi ideale për të gjithë studentët që ndrojnë të studiojnë ndërkombëtarisht dhe ndrojnë të armën e tyre pa kufi.